Horoskopi 28 shtator 2028, Dashi, 21 mars, 19 prill, sot je më bujar dhe falës se zakonisht, gati të lësh pas çdo keq kuptim. Ke një energji shëruese që të ndihmon të lidhesh me të tjerët, por gjithmonë duke ndjekur rrugën tënde. Gënjeshtrat dhe hipokrizia të duken edhe më të padurueshme këto ditë, ndaj sinqeriteti me veten është shumë i rëndësishëm. Mund të jetë pak i vështirë, por do të ndihmojë të bësh ndryshime të mira. Është një ditë e favorshme për miqësitë, për projekte afatgjata dhe për të mësuar diçka të re. Sot e kupton më lehtë se gjërat e thjeshta janë ato që të bëjnë vërtet të lumtur. Vetbesimi yt vjen nga ëndra dhe qëllime reale, të cilat mund t'i ndjekësh me qetësi. Demi, 20 prill, 20 maj, sot je më i lirë dhe më i qetë, i dashur Dem. Po heq dorë nga pritshmëritë e panevojshme dhe kjo të sjell lehtësi e qartësi. Është momenti i duhur për të parë çfarë duhet të përmirësosh ose të largosh nga jeta jote, që të ecësh përpara me më shumë siguri. Mund të kuptosh diçka të rëndësishme për veten, një të vërtetë që të ndihmon të çlirohesh nga mendime apo zakone që të kanë penguar. Sot ndihesh më i shëruar shpirtërisht dhe më i vendosur të përballesh me vështirësitë e brendshme. Gjithashtu është një ditë e mirë për të afruar njerëz të tjerë ose për të forcuar marrëdhëniet me ata që ke pranë. Sot ke vendosmërinë të përballesh me gjërat që dikur i shtyje, dhe kjo është një hap i madh përpara. Po ashtu, është një ditë e mirë për marrëdhënie shoqërore, mund të lidhesh më lehtë me njerëzit, të afrohesh me miq ose madje të bashkosh të tjerët rreth një ideje apo qëllimi të përbashkët. Nëse i kushton vëmendje gjërave që të japin paqe dhe të largon ato që të rëndojnë, do ta mbyllësh ditën me një ndjenjë të fortë çlirimi dhe qetësie. Binjakët, 21 maj, 20 qershor, sot energjitë të nxisin të mendosh më shumë për qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë në marrëdhënie, i dashur binjak. Ke një dëshirë më të madhe për të krijuar lidhje të forta, të sinqerta dhe afatgjata. Është një ditë shumë e mirë për të forcuar marrëdhëniet ekzistuese ose edhe për të ndërtuar të reja mbi bazën e respektit dhe mirëkuptimit. Mund të mësosh gjëra të vlefshme nga të tjerët, por edhe ti vetë ke diçka të çmuar për t'u dhënë atyre. Në këtë periudhë, dëshira për të mësuar, për të rritur dhe për të përmirësuar veten është shumë e fortë. Dhe më e bukura është se nuk po kërkon rrugë të shkurtra, je i gatshëm të japësh përpjekje dhe kohë. Sot mund të marrësh mbështetje, motivim apo këshilla që të ndihmojnë të sjellësh më shumë rend dhe qartësi në jetën tënde. Është gjithashtu një moment i favorshëm për ide të reja, për biseda frymëzuese dhe për brainstorming. Mendja jote është e gjallë dhe e hapur, dhe kjo të jep mundësi të shohësh gjëra nga kënde të ndryshme. Vetbesimi yt është i qetë dhe i balancuar, as i tepruar, as i dobët, çka e bën këtë një qasje ideale për jetën dhe për vendimet që merr. Nëse e përdor këtë energji me urtësi, sot mund të ndërtohen ura të forta bashkëpunimi dhe miqësie që zgjasin gjallë. Gaforia, 21 qershor, 22 korrik, sot je i tërhequr natyrshëm drejt përmirësimit personal, i dashur Gafore. Nuk ke vetëm dëshirën për të bërë ndryshime, por edhe vendosmërinë dhe forcën për të punuar mbi to. Është një ditë e mirë për të krijuar plane të qëndrueshme, sidomos në fusha si financat, marrëdhëniet, shëndeti, dieta dhe puna. Fokusi yt kryesor është të gjesh balancën e duhur që të sjellë qetësi dhe stabilitet, me përkushtim dhe pasion për atë që bën, mund të arrish rezultate të prekshme dhe të ndihesh më i sigurt. Organizimi i kohës vjen më natyrshëm sot, ndaj detyrat apo rutina që zakonisht duken të lodhshme, tani të japin kënaqësi dhe ndjesi arritjeje. Nëse i përkushtohesh një projekti apo ideje, mund të ndjesh një zjarr të brendshëm që të shtyn përpara. Gjithashtu, energjitë e ditës të japin aftësinë të ndikosh pozitivisht tek të tjerët. Mund të ndash mendime, këshilla ose filozofi personale që i frymëzojnë dhe i ndihmojnë ata. Ti nuk po përmirëson vetëm veten, por edhe ata që ke pranë. Nëse ndjek këtë rrugë me përkushtim dhe durim, do të vëresh se çdo hap i vogël sot mund të të çojë drejt një stabiliteti më të madh dhe një ndjenje të thellë për mbushje. Luani, 23 korrik, 22 gusht, sot bashkëpunimi me dikë tjetër mund të të sjellë rezultate të mira dhe kënaqësi, i dashur Luan.
Do të ndjesh se je i mbështetur dhe i vlerësuar, dhe kjo të motivon të japësh më shumë nga vetja. Ti e di që lavdërimet dhe fjalët e mira ndikojnë fuqishëm tek ty, jo sepse je mendje madh, por sepse ato të shtyjnë të tregosh versionin më të mirë të vetes. Sinqeriteti me veten është çelësi sot. Nëse pranon të vërtetat e tua, edhe ato më të vështirat, do të hapësh dyrë të reja dhe do të shohësh mundësi që nuk i kishe vënë re më parë. Një partner ose një marrëdhënie e rëndësishme mund të frymëzojë të mësosh diçka të re, të zhvillosh një aftësi ose të arrish një nivel më të lartë përkushtimi. Është gjithashtu një moment i mirë për të vendosur pak më shumë strukturë edhe në kohën tënde të lirë. Nëse e kanalizon energjinë në mënyrë të zgjuar, mund të gjesh forma kreative dhe produktive për të shprehur veten. Marrëdhëniet përmirësohen kur jep hapësirë dhe liri, duke i lejuar të tjerët të ndihen të pavarur. Pikërisht ky ekuilibër midis afërsisë dhe lirisë e bën lidhjen edhe më të fortë. Virgjëresha, 23 gusht, 22 shtator, sot dëshira për të rritur dhe për të pjekur përmes përvojave në marrëdhënie është e fortë, e dashur Virgjëresh. Je më e hapur për të kuptuar mësimet që vijnë nga lidhjet e tua dhe për t'i përdorur ato si një mënyrë për të përmirësuar jetën. Është një ditë shumë e mirë për të bërë plane afatgjata, sidomos që lidhen me punën, familjen ose çështjet e shtëpisë. Mendja jote është tek thjellët dhe kjo të bën më të gatshme për të marrë vendime dhe për t'u angazhuar seriozisht në projekte që kanë rëndësi. Puna dhe jeta në familje sot mund të lidhen në mënyra të bukura. Një frymë motivimi dhe përkushtimi që të shtyn të krijosh harmoni në të dyja fushat. Je në gjendjen e duhur mendore për të kuptuar se e ardhmja forcohet kur kujdesesh për të tashmen. Prandaj çdo hap i vogël, çdo organizim apo vendim i marrë sot është një investim për të ndërtuar një themel më të sigurt nesër. Krijimi i balancës dhe harmonisë në jetën tënde është një proces që sot të sjellë kënaqësi dhe qetësi shpirtërore. Ti e di më mirë se askush që gjërat e vogla, kur bëhen me kujdes dhe përkushtim, krijojnë ndryshime të mëdha. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor, sot je e tërhequr drejt përmirësimit të mirëqenies tënde, i dashur Peshore. Ke dëshirë të kujdesesh më shumë për veten, si në mendje ashtu edhe në shpirt. Është një ditë e mirë për të parë më qartë një lidhje romantike ose një miqësi, dhe kjo të ndihmon të kuptosh më mirë rolin që ajo ka në jetën tënde. Po ashtu, mund të ndjesh një shtytje të veçantë për të përkushtuar në një projekt krijues, ku motivimi dhe dedikimi yt janë më të forta se zakonisht. Vetbesimi yt sot është i shëndetshëm dhe pritshmëritë e tua janë realiste, gjë që të ndihmon të marrësh vendime të mençura. Fushat si komunikimi, të mësuarit, argëtimi dhe dashuria janë më të qarta për ty, dhe kjo qartësi të jep mundësinë të shohësh gjërat nga një perspektivë më e balancuar. Sot është një ditë e favorshme për të menduar për plane afatgjata. Idetë e tua kanë forcë dhe bazë të qëndrueshme. Një projekt, një romancë ose një pasion personal mund të sjellë kënaqësi të veçantë, duke të dhënë një ndjenjë qëllimi dhe përmbushjeje. Realizmi yt, si dhe aftësia për të pranuar të mirën dhe të keqen njësoj, është çelësi i suksesit. Në fund të ditës do të ndihesh krenar për përpjekjet e tua dhe i kënaqur me rezultatet që po sheh. Akrepi, 23 tetor, 21 nëntor, sot je i përqendruar tek shërimi dhe zgjidhja e problemeve, i dashur Akrep. Energjitë e ditës të sjellin stabilitet, sidomos në fushën e burimeve dhe sigurisë personale. Ndihesh më i qetë dhe më i vendosur për të gjetur rrugë të shëndetshme që të çojnë drejt përmirësimit. Njerëzit rreth teje janë më të gatshëm të dëgjojnë dhe të japin këshilla të dobishme, gjë që të ndihmon të shohësh situatat me sy më praktik. Sot je i motivuar për të sjellë qetësi dhe qëndrueshmëri në fusha të rëndësishme si financat, shtëpia dhe familja. Gjithashtu, dëshira për të forcuar besimin tek vetja është më e fortë. Dhe kjo të shtyn të kujdesesh më mirë për veten. Disiplina që vendos sidomos tek parat apo tek gjërat personale sot mund të jetë shumë e suksesshme dhe do të ndihesh krenar për përpjekjet që bën. Është gjithashtu një moment i mirë për të pyetur veten se çfarë mund të bësh për ta bërë jetën më të pasur dhe më kuptimplot.
Një frymë pozitive e konkurrencës brenda vetes të shtyn të jesh më i përkushtuar, por gjithashtu ke aftësinë të përqendrohesh tek ajo që mund të bësh tani në të tashmen. Duke vepruar me maturi dhe vendosmëri, sot mund të ndërtosh themele të forta që do të sjellin më shumë siguri dhe kënaqësi në të ardhmen. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor, sot mund të ndjesh një lidhje të veçantë me dikë ose një kënaqësi të madhe duke u marrë me një pasion personal, i dashur shigjetar. Është një ditë që të fton të hysh më thellë në interesat e tua dhe të investosh energji në një projekt të veçantë. Kjo mund të përthith plotësisht, por në të njëjtën kohë të jap edhe një ndjenjë të fortë për mbushje. Qoftë duke vënë një ide në lëvizje, apo duke hedhur themelet për diçka të re, ti ke disiplinën e nevojshme për ta çuar përpara me sukses. Studimet, komunikimi dhe projektet që lidhen me këto fusha janë veçanërisht të favorshme sot. Po ndjek një qasje të arsyeshme dhe të balancuar ndaj rritjes personale, dhe kjo të bën të ndihesh mirë. Ke kuptuar që nuk është e nevojshme të nxitohesh, duke ecur me hapa të qëndrueshëm, arrin më shumë. Sot kënaqësia e vërtet vjen nga përkushtimi, nga mësimi dhe nga rritja e ngadaltë, por e sigurt. Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar, sot të tjerët mund të kërkojnë këshillën tënde, i dashur britsjap, dhe ti je i gatshëm t'i ndihmosh. Megjithatë, ndihesh edhe i pavarur dhe dëshiron të arrish përfundimet e tua, duke ndjekur rrugën personale. Energjitë e ditës janë të mira për të mbyllur projekte, për të organizuar dhe për të menaxhuar më mirë financat apo gjërat që zotëron. Madje mund të zbulosh burime që nuk i dije ose që i kishe harruar. Sot ke mundësinë të gjesh një ekuilibër mes nevojës për siguri dhe dëshirës për zhvillim personal. Është e rëndësishme të kujdesesh edhe për pushimin dhe qetësinë tënde shpirtërore. Dëshira për më shumë pavarësi financiare dhe profesionale është një motivim i fortë që të shtyn të punosh më shumë. Por nga ana tjetër, hëna qëndron sot në shtëpinë tënde të 12, duke të kujtuar rëndësinë e pushimit dhe reflektimit. Pak kohë për qetësi, meditimin ose vetmin mund të ushqejë shpirtërisht. Kur i jep vetes hapësirën e nevojshme për të rigjeneruar, do të kesh energji edhe më të madhe për të ecur përpara dhe për të ndërtuar jetën që dëshiron. Ujori, 20 janar, 18 shkurt, sot është një ditë e shkëlqyer për të hartuar ide dhe plane afatgjata, i dashur ujor. Ndjen se di të bashkëshikosh botën praktike me aspiratat dhe idealet e tua më të larta. Miqt mund të jenë mbështetje e madhe dhe mund të marrësh informacion që të ndihmon të arrish qëllimet dhe projektet e tua. Ka një energji të fuqishme për të kthyer një ëndër të gjatë në realitet. Përkushtimi dhe fokusimi i shtuar në detyrat e përditshme ose në projekte të veçanta të sjell një ndjenjë të thellë kënaqësie dhe arritjeje. Bashkëpunimi, negociatat dhe zgjidhja e problemeve ecin më lehtë kur veprohet me maturi dhe përgjegjësi. Sot është një ditë që të inkurajon të ndërthuash ambicien me praktikën, duke ecur me hapa të sigurt drejt realizimit të një dëshire të veçantë. Peshqit, 19 shkurt, 20 mars, sot është një ditë shumë e favorshme për të fokusuar tek ajo që ka më shumë rëndësi për ty, i dashur peshq. Ndihesh më mirë kur lësh pas çdo frustrim ose zemërim dhe praktikon faljen. Sot mund të bësh një hap të madh drejt shërimit, qofshin ato emocionale apo personale. Je në një gjendje të balancuar midis optimizmit dhe realizmit, dhe gatishmëria për të investuar energji në përmirësimin e jetës tënde është e fortë, veçanërisht për të jetuar më në harmoni me ato që beson. Aftësitë e vendimmarrjes janë të fuqizuara sot, dhe ndërkohë që motivimi yt është i lartë, ti kupton edhe rëndësinë e të ecurit me hapa të kujdesshëm. Personaliteti yt shkëlqen përmes harmonisë që krijon dhe aftësisë për të ndërmjetësuar, duke sjellë qetësi dhe stabilitet në marrëdhënie dhe situata të ndryshme.